E këtë hadith e ka kallëzue Fatimja mas i ka ndrujet pejgamberi s.a.s. I tha Aisha, oj Fatime, a e ma men kur pat vdek pejgamberi s.a.s. të pat afru pak, të pat kallëzu diçka, pat e qajt, pat e kesh, çka të tha? Tha kur më tha diçka, kur kajta, tha më tha, oj Fatime, unë e vdes. S'qona më. Sa të kanë shpesu se jasmu ka mu quë. I ka dhënë oj Fatime, unë e vdes. Mirë po dije se baba jot e ka dhimbtën e funit, takomin xhennet me lejen e Zotit te bareke ve teala, thotë dhe unë e kajta. Kur më tha në anën tjetër se ti oj bia jeme vjen mas mua e para, mas e para për i të vdekmive të muslimanëve, tipi familjes teme vjen e para, tha unë e kesha. Pra unë e kam u taku me pejgamberin me para. Shiko, i tha pejgamberi sallam, oj Fatime, vdekja është dhimbta e fundit e babës tanë. E ne njerëzit thjesht, ne që jena plot harame, ne që se ngojnë Allahun, ne që na thirr hayya ala salat dhe thëna kena vakt, dhe jemi të zhyt në dunja, çish do të na takon ajo vdekje? Si do të dalmi përpara Zotit xhelel xhelalu? Ku janë farzët? Ku janë urdhat e mia? Ku të vetë Allah, ku janë haramet që të këmë dhonë lejë? Pse se ke lanë? Kamatëm, pse se ke lanë? Muzikëm, pse se ke lanë?